Ekspertë të mazhorancës propozojnë shkurtime në buxhet për shkak të efekteve negative që po sjell kriza. Sipas Selami Xhepës, një nga ekspertët e njohur të së djathtës, investimet më kryesore janë mbështetur me burime financimi, ndaj disa programe të dorës së dytë mund të shkurtohen. Po sipas tij, qeveria duhet të mbajë me çdo kusht borxhin në kufi të limituar, madje të mendojë për ta ulur atë ndjeshëm në të ardhmen. Deputeti i Partisë Demokratike Selami Xhepa, njëkohësisht një nga ekspertët më të njohur të mazhorancës, thotë se ecuria e ekonomisë në këto muajt e parë të vitit mund të shtrojë nevojën për ndërhyrje në buxhet. Po dhe zhvillimet e parashikuara normalisht për vitin 2012 janë bërë me dije, besoj që do të jenë më modeste në raport me vitet e kaluara, pra ku efektet e krizës normalisht do të jenë të manifestuara më fuqimisht dhe përredhoj edhe zhvillimet në përgjithësi në kërkesën e brendshme do të jenë më modeste. Sigurisht që zhvillimet në tërmurin e dytë do të jenë themelore për gjykuar pastaj mbi gjysmën tjetër të vitit dhe për të parë pastaj edhe mundësinë e ndryshimeve buxhetore që i bën programi buxhetor, siç është bërë tashmë një traditë e përhershme. Zoti Xhepa vëren se për fat të mirë financimi i investimeve më të rëndësishme të buxhetit tashmë është i garantuar, por nuk përjashton mundësinë që në disa programe më pak prioritare të ketë shkurtime. Mendoj që pjesa më e rëndësishme e programit buxhetor në financimin e investimeve publike është realizuar tashmë, kam parasysh një sër linjash kreditish që janë ratifikuar nga Parlamenti i Shqipërisë për vazhdimin e projekteve madhore të infrastrukturës. Sigurisht nëse do të bëhet fjalë pastaj për të kurrë investimesh publike, mendoj që ose për të kurrë programi shpenzim buxhetor më mirë themi, atëherë mendoj që qeveria do të shikojë sërish mundësitë e kraut të shpenzimeve operative, shpenzime korrente. Megjithëse duhet thënë që niveli i shkurtimit realizuar gjatë vitit të kaluar ka qenë thelbësor, duke bërë që këto shpenzime të jenë në nivelet më të ulta historike ndonjëherë. Pas efekteve negative që pati në vendet e eurozonës, politika e shtrëngimit buxhetor së fundmi është vënë seriozisht në dyshim. Shumë ekspertë thonë se tkurrja e fortë e shpenzimeve ka thelluar krizën, por zoti Xhepa i qëndron besnik filozofisë së djathtë konservatore. Në rrethana dhe në kondita në të cilat ne ndodhemi, unë nuk besoj sinqerisht që masat tona fiskale duhet që të jenë më gjeneroze. Normalisht niveli i borxhit në Shqipëri edhe me 58% sa që deklaruar në vitin e kaluar është një nivel megjithëse jo i rrezikshëm, por shtron nevojën për ta vendosur atë në një trajektore rëndëse në afat të gjatë. Selami Xhepa thotë se të paktën në afat të shkurtër, Shqipëria nuk duhet i lejojë vetes një rritje të borxhit përtej nivelit aktual, ndërsa në një kohë të dytë, kur intensiteti i krizës të ketë rënë, duhet të ndërmerret një program agresiv për uljen më të shpejtë të borxhit publik.